Po, Jezuj ka nevojë të ngushëllohet. Po, do shaj atë të parin. Po, pastaj ushtarët e tij. Po, ke marrë fund ti? Ke marrë fund. Pikërisht të radhe. Se s'ka fund cikli. Nuk po ndalen. Ke marrë fund se ke gjithë ushtarët të smur me dorë. Çfarë duke korrur? Zakonisht në një luftë luftohet që merret pasuria e tjetrit, toka e tjetrit. Por jo gjithë bota, jo gjithë tokat e shteteve. Është lufta me dy shtetesh. Tjerët janë pasiv për momentin. Në momentin që zgjat shumë lufta, po si Kosova. Në momentin që zgjat shumë lufta dhe poshtërohen shumë viktima. Dhe gjëja më ekstreme që morën vesh nga lufta e Kosovës ishin shqyrjet e fëmijëve. Se sa bombat. Asnjë mashkull femër i rritur nuk i trembet bombave, se sa shqyrjeve, çarjeve. Është merri shqyrja e fëmijës, çarja e fëmijës. Për dhunimet e fëmijës. Alarmohet shumë truri. Ai sa kërkohet ndihmë, edhe pse janë në luftë. Dhe janë të vetëdijshëm që në luftë ndodhin këto gjëra. Truri i tyre alarmohet dhe kërkojnë ndihmë dhe ndalin në sekond me popujt. Ndalin në sekond me popujt. Por sot nuk është lufta me armë, jo për të marrë tokat e një shteti. Sot është lufta të shqyem njeriu, të çajmë njeriu, se do marrim lekët, se do marrim pasurit. Duke marrë pasurit, ushtarët e tu shqyen vetëm fëmijët. Edhe të rriturit i kthejnë fëmijë dhe i shqyen i përdhunojnë. Shqyen dhe fëmijët e të rriturve. I bëhen fëmijë gjithë. Përdhunon në ekstrema. Çarje, shqyrje, që asnjë tru nuk i duron, as i vogël as i madh. Asun. Urdhërimet e mia janë që unë nuk duroj dot. Truri më s'duron më. Para patët dhimbje, a patën dhimbje ushtarët e tu. A ke një limit, ke 4 vite me ata ushtarë. Ushtari yt është që, po t'i vësh paren, në mes bombave, shkon në mbledh të gjitha, dhe nuk e paskujt. Janë të mijat, i mora se luftova. Nuk e kupton që është ushtari i dikujt. Dhe hajde i ke meri, po sta çau barkun dhe trupin, dhe nuk merr asgjë. Ky është ushtari yt. Nëse janë parë shumë dhe fëmijë shumë, fëmijët i qanë më vonë, se bëri punën, dhe parët janë të ti dhe pikë. Nuk kam pikë ndjenja. Ato pare nuk i shpërndajnë as me babën, as me fisin, as me një. I duan për vete. Si aple, si duaj leta. I ktheve të gjithë ushtarët e tu. Skizofren ekstrem, që nuk din çfarë është arsyeja. Në këtë pikë e arritur. Po flas ende se mendoj se ke pak arsye. Hiqe sigur ke pak arsye, se kërkove ndihmë. Po kupton se ku ke arritur me ushtarët e tu. Por nuk e di sa e vërtet është, se duhet ndalesh që të kuptoj që arsyetove. Po s'u ndalen nuk arsyetove. Thjesht u talla me viktimat. Gjithsesi duhet folur. Një kriminal i madh i zonë se vazhdon të shqyesh fëmijët, qoftë rriturit, qoftë vegjëlit, që i kthen fëmijë. Je njëri më i poshtër që do ekzistojë në planet. Në këtë shekull. Çdo shekull ka pas një ndalesë. Po unë them që Arketa në çdo luftë mund të ketë video, duri. Në çdo luftë nuk pyet se është bombë, merr fëmijën dhe ikën. Nëse vritet, le të vritet. Ajo nuk ndalohet. Asnjëherë nëse sheh një fëmijë, qoftë armikut, qoftë fëmikut. Po pa fëmijë, Arketa reagon me njëherë. Kjo është dobësia e Arketa, se ka përdorur shumë duri. Ka vënë fëmijët e armikut për të tallur Arketën. Arketa nuk tallet. Arketa nuk duron dot që një fëmijë të ri në bomba. Tjeti armikut apo i mikut. Mos e harroni këtë. Nuk do t'ja di. Edhe sigurisht po të ketë fëmijën e vet, do marrë fëmijën e vet parën. Po, nuk është gjithmonë merr fëmijën e vet parën. Pastaj merr fëmijët e tjerëve, sa të jetë gjallë. Por nuk ndalet, nuk ka frikë. Por ka një zakon. Mundohet 100% të ndalë luftën. Kur shikon që e teproni duke vrarë fëmijët. O e ndar luftën o s'ka. Jam bindur që duhet keni video. Që Arketa do të ndalë se s'bën luftën. Do ta gjej një mënyrë. Po.
Dhe gjej një mënyrë që të ndalë luftën. Ndalu Jezu, pa që më vë. Po shkatron truret e njerëzve, do ju vinë gjithë në përshpia, do ju vrasin. Do ju gjejnë ku jeni, ku s'jeni, nuk do kena asnjëherë një shtëpi. Do ja them, këto janë psikopatët, njerëz të mirë, nuk vrasin të mirin. Do ju vinë në për shtëpi të mirët, sepse trurin e tyre do ta shkatroni. Do i vrisni fëmin, babën, mamën, që i ktheni të vegjël para syve të tyre. Dhe nuk do të harrojnë kurrë atë veprim që keni bërë. Do ju vinë në çdo ambient shoqëror, s'do ju lejnë kurrë të gëzoni, dhe kur të mbaroj kjo luftë. Mjaft shkatruat njerëzit pozitiv se janë të dobët, nuk janë. Do vi limiti që do ju shkatrojnë gjithçka në momentet caktuara. Unë nuk mund të rri me Jezuin. Jezui pranoi vetëm egoistët e qelbëra, vrasëset e familjes së tyre, që bëjnë gjithçka për veten e tyre. Përpara vrasin dhe babën, mamën, vllajën, motrën dhe fëmijën. Unë këta njerëz i urrej në ekstreme. Le të më vrasin sa të duan. Unë nuk rri dot pa e thënë. Edhe sikur të jetë gabim mamaja ime, edhe pse mund të jem virësuar, s'ka gjë në botë që mund të reagoj negativisht. Do ta shpëtoj nga një luftë, nga një siklet. Do mbaj diferencizmin tim, por nuk do shkoj shpesh në shtëpinë e saj. Do shkoj shumë rrallë. Por kjo s'do thotë që unë do bëj me lig gjë në botë. Kur unë shoh një prind apo një të moshuar edhe fëmijë, unë reagoj shumë. Po edhe moshë tjetër tjetë. Po për fëmijët reagoj jashtë. Për të tjerë ndoshta jo gjithmonë. Po për fëmijët edhe pleqt reagoj. Me sa duket Apple do ketë parë Alketën në pasqyrë, nga që e ndjek non-stop. Unë dua fytyrën time sepse i kam thënë vetes time, ti tregon, pasqyron natyrën tënde, je shumë e ëmbël sepse je shumë vajzë angjëllore. Një njeriu më i çiltë dhe më pastër në botë. Ai e ka shkatruar, ka kthyer shtrik ndoshta leta bashkë me Apple. Dhe durin të tre. Ndjekin çdo veprim timin. Ku e dija unë që ekzistonte 3 skiza që ndjekin Alketën. Të 4 vjet jam hutuar, 4 vjet jam hutuar në sjelljet e tyre. Më kanë goditur pa e njoftur. Ndoshta memoria apo fuqia ka njoftur, unë jo. Kam shpëtuar nga kjo fuqi budallë, që tani po mbret shumë. Kjo fuqi budallë. Unë jam mbytur, jam shpëtuar, jam zgjuar. Më ka mbytur Albani me mira herë. Kjo fuqi budallë më ka zgjuar, më ka sjellur në jetë. Më kanë vrarë me mira herë durja pleta skicat. Por kjo fuqi budallë më ka zgjuar prapë. Më ka bërë mirë sepse unë do alarmohem që fëmijët i braktisa. Truri im është alarmuar që ka braktisur fëmijët para 50 vjetësh. Unë alarmohem shumë tani për fëmijët. Kjo është smundje që është smundje logjike, nuk është smundje mendore. Është se unë jam larguar nga fëmijët nga që jam viktim. Por truri im s'ka pranuar. E që s'ka pranuar truri im, e kam dobësi shumë të fortë. E kam më të fortë se sa pamja ime. Po nëse do kem rrezik fëmin dhe duhet të digjem apo kështu nuk pyes. Edhe pse do smurem se do më heqë origjinalitetin tim, edhe pse do alarmohem, smundja është alarmi, nuk çmendem. Thuaj Apples, unë nuk çmendem asnjëherë, logjikën do ta kem plot. Kur nuk u çmenda, kur më deformova krejtësisht për herë të parë, sepse hera e parë është merr. Herët e tjera nuk bën përshtypje, vetëm se do alarmohesh, do ulurasësh, sigurisht. Por nuk mendoj për fytyrën nëse shoh fëmijën keq. Alarmohem shumë, më shumë. Ai sa ju se kuptoni, ju shqyej, po pash fëmijën keq. Sa mundësi të kem, ju shqyej. Por kjo s'do thotë që jam kafsh, përkundrazi. Marr fëmijën dhe largohem. Kjo është shqyrja.